Ti ke bërë një deklaratë se Elita direkt me lekët, dhe ke thënë që shumë vajza të showbizit shqiptar i kanë të dashurit në kërkim nga Interpoli. Dhe u kuptua që ishte për çështje lekësh. Tani për guximin. Na thuaj çik ato emrat. Dgjoj, jo, unë nuk mund të them asnjë emër specifik se tani po të hysh të kërkosh në lajme edhe dalin sa emra vet kush ka pasur të dashur. Po kështu telefoni të ra pasi e the këtë deklaratë. Me thënë, shiko, ky të tregoj këtë historinë e kësaj deklaratë. Se mos të kapin në rrugë shumë. Që kur mora në fillim këtë telefonatën që më thanë kjo është tema e nesërme, duke diskutuar me dashurin tim, se unë bashkëtoj me dashurin tim dhe i thashë do iki nesër do them këtë. Jo tha masa do ma ngecin mua, do them kjo e ka dashurin e vetë dhe ja u thot të tjera. Jo, i thashë kam ndërmendje që do ta them. Edhe thash deklarata shkoi si shkoi, po unë mendoj se thash një të vërtet. Nuk mendoj se kam bërë të paktën më sa kam dëgjuar, më sa kam parë. Kemi dëgjuar dhe ne, po ishte ti e para që e the me zë të lartë. Po tani unë nuk më mbaj barku, nuk më mbaj barku. Tani çfarë ke parë se the kam parë, përveç se kam dëgjuar.